të flasim pikërisht për kafshët, mirë po do të flasim më shumë për dhedh dhe dhit, mërtajar e të cilës u ka rënë në Shqipëri, ndërkohë që me neve në lidhje direkte është drejtori i shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve në kuadër të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Sadik Heta. Përshëndetje zotë Heta. Përshëndetje për juve. Kemi parë një alarmim të institucioneve të Shqipërisë, të cilët kanë paralajmëruar që dheve dhe dhive atje u ka rënë murtaja, cilat janë, themi kështu, parandalimet që ka bërë AUV-i sa i përket kësaj çështje, duke ditur që tregjet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë shumë të afërta. Fillimisht faleminderit për ftesën. Si që jeni të informuar, ditë më parë në Shqipëri ka shpërthyer sëmundja PPR, apo ndryshe murtaja elminante të vegjël, që prej kryesisht detet dhe dhit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë posa ka marrë lajmin zyrtar se në Shkodër, realisht në qarkun e Shkodrës, ka shpërthyer kjo sëmundje. Menherë ka marrë masat e ndalimin nga kjo zonë, për shkak se siç e dini ju, ne kemi qarkullim të vazhdueshëm të kafshëve nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjellësh, për arsye se kemi shumë kulloza të përbashkëta, dhe duke u koordinuar me doganat dhe me policinë e Kosovës, por edhe me fermerët dhe pushtetin lokal, realisht me komunat e zonës kufitare me Shqipërinë, ne kemi bërë një sensibilizim të situatës në mënyrë domosdoshmë që të bëhet parandalimi i futjes së kësaj sëmundje në vendin tonë. Marë parasysh që kjo sëmundje ka një karakter ekonomik dhe mortaliteti është shumë i lartë tek këto kafshë, ne si institucione realisht veprimet e para që kemi marrë domosdoshmë që mos kemi kontakt kafshët tona me kafshët e Shqipërisë, të cilat mund të jenë potencialisht të infektuar me këtë sëmundje. E tha që keni ndërmarrë veprimet që të mos ketë kontakt, përveç kësaj është bërë, themi, ndonjë inspektim më i gjerë sa i përket edhe vendeve ku mund të tregtohet edhe mishi i këtyre kafshëve? Duke pas parasysh domosdoshmë që produktet nga këto kafshë nuk mund të jenë të rrezikshme për arsye se virusi nuk qëndron në temperatura të larta për një kohë të gjatë. Masat që kemi marrë janë kryesisht masat të kafshët e gjalla për arsye se kemi shumë në zonat kufitare kemi shumë kafshë që frekuentojnë kulloza të përbashkëta. Kemi marrë masat së bashku me komunat, por edhe me inspektoratin tonë në nivel regional, që të bëjmë vizitat e këtyre fermave, të fillojmë të marrim mostra dhe shtrishëm në mënyrë që të potencialisht ta detektojmë domosdoshmë këtë sëmundje tek këto kafshë. Për momentin situata është e qetë, nuk ka shqetësime, po gjithmonë duhet të kemi parasysh domosdoshmë që kjo sëmundje shumë shpejt mund të përhapet dhe masat që ne kemi ndërmarrë, e cilat duhet të respektohen edhe nga ana e fermerëve tanë, mirë po edhe nga ana e aktorëve tjerë, janë domosdoshmë nga masat kryesore që ne ta parandalojmë domosdoshmë këtë sëmundje që mos të futet në vendin tonë. Thatë që keni paraparë masa që lidhen me marrjen e disa mostrave për testim në disa prej komunave të Kosovës. Në cilat komuna bëhet fjalë dhe sa mostra janë mbledhur deri tani? Ne edhe bazuar në planet nacionale vjetore që i hartojmë, edhe në ulëmtimet të nivelit pasive dhe aktiv të gjurnimit të sëmundjeve në terren, jo vetëm të kësaj sëmundje, mirë po edhe të sëmundjeve tjera. Ne çdo vetëm marrim mostra dhe ulëmtojmë sëmundje tek kafshët. Në rastin konkret, ne kemi filluar kryesisht në zonat kufitare me Shqipërinë, pra duke filluar nga Dragashi, Prizreni, Gjakova, Joniku, mirë po edhe pjesë tjera që mund të jenë afër këtyre komunave, në domosdoshmë që potencialisht të shikojmë mos na është futur ky virus në vendin tonë. Por në momentin thash situata është e qetë, jemi duke grumbulluar mostrat nga terreni dhe besoj që ditën në vazhdim do të dalim edhe me rezultate të sakta, domosdoshmë që a kemi ndonjë rast apo jo me këtë sëmundje. Por në momentin thash domosdoshmë situata është e qetë, nuk kemi kafshë me shenja tipike të kësaj sëmundje, por sëmundja nuk është prezente në tonë dhe shpresoj domosdoshmë që masat që kemi ndërmarrë ne si agjencion të respektohen edhe nga ana e fermerëve, po edhe nga ana e aktorëve tjerë, domosdoshmë që të parandalojmë këtë sëmundje që potencialisht mund të jetë të futet edhe në vendin tonë. I bie që qytetarët e Kosovës deri tani janë të sigurt për të konsumuar të gjitha produktet që vijnë nga këto kafshë. Absolutisht po, nuk kemi të lashët e produkte ushqimore, pra kjo sëmundje nuk transmetohet te njerëzit, ka vetëm karakter ekonomik. Pra për momentin nëse respektohen gjitha masat që ne i kemi prezantuar edhe në televizionet tona apo në rrjetet tona, nëse respektohen gjitha masat nga fermerët tonë, edhe nga popullata në përgjithësi,
besoj që ne ditët e vazhdim do t'jemi shumë qeta. Përveç kafshëve të cilat janë në kullot, më intereson të ditë sa janë të sigurta produktet të tjera të cilat vinë si të paketuara në për markete. A është gjithçka e sigurt sa i përket këtyne produkteve, si që është qumshti, djathi, gjizat të cilat janë produktet të dhamëve dhe dhive, të cilat mund të vinë nga Shqipëria, a është gjithçka e sigurt deri më tani? Deri me tani është e sigurt, thash ne kemi kontrollat vazhdueshme interne së bashku me inspektoratin tonë veterinar. Produktet deri me tani janë sigurta që vinë nga Shqipëria. Pra e thash edhe më herët, kjo sëmundje nuk transmetohet të njerëzit nuk janë të rrezikuar, e vetmi problem që është në këtë rast është domosdoshmë dëmet ekonomike që janë të pariparueshme sa i përket dëmtimit të fundit blegtoral. Dhe kjo sëmundje shkakton mortalitet shumë të lartë tek delet. Pra diku mbi 90% të rasteve ngodhin. Kështu që problemi më i madh është dëmi ekonomik. Unë e thash kjo sëmundje nuk shkakton probleme tek njerëz, nuk transmetohet tek njerëz, as nëpërmjet ushqimeve. Mirë po problemi më i madh për momentin për këtë sëmundje është kalimi i kësaj sëmundje nga kafshët e gjalla në kafshët e gjalla, këta nga delet ose dhitë e Shqipërisë tek delet apo dhitë tona në Kosovë. Kafshët gjithët mund të jenë transmetues të kësaj sëmundje, mirë po nuk japin shenja klinike, pra nuk kanë probleme të theksuar me saj për kësaj sëmundje. Problemi më i madh është për momentin kafshët e gjalla, cilat mund potencialisht të futen të infektuara nga Shqipëria në vendin tonë. Po, Zeta, faleminderit shumë për gjitha këto informacionet të cilat i ndave me ne këtu në Rreth e Rrotull. Faleminderit për juve. Ishim me zotrin Heta, me të cilin